shqiptarët duhet ta dinë mirë se ata të cilët shkelmuan, hodhen në kosh 3 ligje që kërkoheshin për marrjen e statusit, krijuan një pellg të zi me ujin e cilit po lajnë sot fytyrën. Në qoftë se ju kërkoni të falur shqiptarëve për 335 ditë shkelmim të interesave të secilit prej tyre, unë nuk kam asnjë koment. Ky votim ju përvlon, po ju do ta bëni sot sepse ju besoni se mund të lani syt me ujit e pellgut të zi që krijuat vetë. Keni qeverisur këtë vend për 13 vjet, zoti Berisha, dhe do të ishte shumë mirë që ta fillonit kërkesën e llogarisë dhe faljen nga vetja, sepse në fundit kjo do tregonte shembullërie. Ne jemi këtu për këtë lloj kompromisi, për t'i hapur rrugën një vëzhgimi shumë më të hollë, shumë më detajuar të zgjedhjet e 23 qershorit. Kjo është për ta ndërtuar Shqipërinë europiane këtu. As për t'i premtuar gjoja viza me Amerikën, kur kjo është si të premtosh qishran hedh. Ka muaj që po punoj për këtë çështje. Po, mësoj e mirë. Dhe kemi miq, dhe unë nuk them që është një proces i thjeshtë. Dhe nuk e kërkoja kur po të mos kishte bazë. Jo, në vend se të mbështesni, në vend që Kongresi Amerikan të marrë një mesazh të përbashkët, në vend që qeveria amerikane të marrë një mesazh të përbashkët, do të erdhen gjithë në Amerikë. Ne duam që t'i miratojmë të ligje, që nesër mos bëjmë gabimin fatal që bët ju. Ju jeni qeveria e parë e pas pluralizmit në Shqipëri që bojkotuat komisionerin për zgjerimin. Ju jeni qeveria e parë e post pluralizmit në Shqipëri që e futët vendin në një kurs antiperëndimor. Unë nuk e di se çfarë i thoni ju mbesave tuaj kur ju pyesin që pse Shqipëria nuk është sot Bullgaria apo Romani, pse Shqipëria nuk është sot Kroaci, pse Shqipëria nuk është me listën e vendeve të cilat do duhet ishte dhe është në listën e disa vendeve që ende janë në protektorat ndërkombëtar. Unë mund t'i përgjigjem pyetjes hollësisht dhe plotësisht, po përgjigjen më të shkëlqyer mund t'ja jap për ty kësaj pyetje shoku Sul Bushati, i cili kur të kthehesh në shtëpi do të thotë ty, i dashur djalë do të thotë, kur kroatët dhe të gjithë qytetarët e ish Jugosllavisë lëviznin pa viza të lirë në Europë, pa viza, ne rrethonim Shqipërinë me tela, me gjemba dhe klone. Ku e çon firin ju? Ora kuptoni që kjo po bëhet sot vetëm luftë për kryesin, për kryetarin e Partisë Socialiste? Po çfarë do të propozoj ai? Absolutisht kjo është investim që bëhet për postën e kryetarit të Partisë Socialiste. Po mua nuk va. As që më intereson fare. Po ja, mirë, dakor. Këtu do jemi. Këtu do jemi. Po ke merakun e Fierit, ta shuaj unë këtë merak. Qarku i Fierit nuk të përket më. Është çliruar. Këshilli Bashkiak i Tiranës nuk të përket më. Është çliruar. Qarku i Durrësit nuk të përket më. Është çliruar. Qarku i Elbasanit nuk të përket më. Është çliruar. Mos u kap pas fjes barit me qarkun e Fierit.